A u respektua kontrata nga drejtoria për mbrojtjen e mjedisit në Mitrovic? Çka ka mbetur pa përfunduar? Cilat janë gjetjet e auditimit social? Jam Afrodita Tahiri, prej organizatës Mundësia. Sot kemi dalë me bu auditimin social në kuadër projektit promovimi i aktivizmit gjelbërt komunitar në Kosovë, në bashkëpunim me KDI-n. Kemi marrë me bu auditimin social në një kontratet të komunës, respektivisht drejtorisë për ambient, me cilën kontratë është parapa që të vendosen shporta për hudhjen veturinave, tabela vedisuse për mbrojtjen e ambientit, për qytetarët, me thonë për me vedisu qytetarët, si dhe punimin edhe shpërndamin e çantave ekologjike vedisuse, dhe me thonë me porosi vedisuse për mbrojtjet ambientit. Cilat kanë qenë gjetjet e auditimit social këtu në komunën e Mitrovicës Jugut, deri më tani që i keni kontrollu sot? A ka qenë gjithçka korrekte sipas kontratës? Ne javën e kaluar faktikisht kemi dalë dhe e kemi bërë një monitorim. Po edhe sot kemi dalë, do të thonë me bërë monitorim, auditim social, do të thonë me kthyer në bazë kontratës, ajo kanë përmbajt kontratës cilën e kanë pas. Sa kemi mujt na me vrej, do të thonë tabelat vedisuse dhe shportat për hudhjen e veturinave janë vendos simas kontratës që janë, simas dimensioneve ose kërkume që kanë qenë, do të thonë, me kontratë. Sa e kemi informatën edhe pri komunës, do të thonë një pjesë, një sasi e shportave të veturinave dhe tabelave informuese nuk janë vendos ende, ato ruhen, nuk po ruhen, por faktikisht ata i kanë lënë ato shporta edhe tabela vedisuse mu vendosën rrugën Ali Zeneli, e cila është në punim e sipër, do të thonë nuk është e përfunduar ende, edhe aty kanë lënë më vendos. Faktikisht kontrata për furnizim me këto që ai përmenda më lart, do të thonë ka qenë përfundimi i kontratës ka qenë me 21 janar. Nuk ka përfunduar. Do të thonë simas neve, masi ende nuk janë vendos aty, ato s'kan përfundu, edhe pse na kanë dërgu dokumentin, do të thonë fotografi dhe raportin që ato janë vendosur në depo, edhe pritet, do të thonë, si të kryet rruga mu vendos. Tash të shohem. Sipas kësaj, do të thonë, gjetjeve që i bënin auditim social, si organizata apo edhe qytetarët, pastaj krejt çet raporta e dërgonin në komunë me shkrim? Pas si të kryejm auditimin social, përgatitet raporti i të gjeturave, dhe i dërgohet, do të thonë, do t'ju dërgohet komunës, respektivisht drejtorisë përkatëse, e cila ka qenë Drejtoria e Ambientit. Po, Drejtoria e Ambientit, për kontratën dhe raporti, do të thonë, me të gjeturat, me vërejtjet, me sugjerimet, do t'i dërgohet me kohë. Cili është qëllimi si përfundim ndoshta për qytetarët që nuk e dinë? Cili është qëllimi i krejt auditimit social që bëhet? Qëllimi i auditimit social është që faktikisht ne edhe së bashku me KDI-n e kemi, do të thonë, që me i vedisu qytetarët, me vedisu, ndoshta me informu se është mungese e informimit, që si cili qytetar mundet me bo një auditim social, edhe mundet me përcjell punën, apo bëhet puna simas kërkesës ose kontratës cilën e ka bo. Do me thonë edhe me dërgu shkresa, raporte ose diçka të komuna, me vrejtje ose me lavdata nëse ka nevojë. Për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të raportojnë degradime mjedisore, këtë u amëndëson platforma KDI Green.